Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetimin e drejtë për drejtë të ekranit kombëtar të lajmit Klan News. 22:03 minuta shënon ora në këtë moment që po flasim, ndërsa këtë hapësirë të re informative së bashku do ta nisim me situatën e rënduar tashmë prej disa minutash të automjeteve në aksin rrugor nga Tirana në Elbasan, çka është vështirësuar këtë fundjavë kur ditën e nesërme festohet Dita e Verës dhe një pjesë e madhe e qytetarëve vendas dhe të huaj shkojnë në atë që quhet si qyteti i kryeqendrës së festimeve. Me Gerta Vaskun do të lidhem sërish tani për një panoramë të dytë e asaj që po ndodh, teksa duket se situata është më e rënduar se ajo që pam para pak çastesh. Gerta, vazhdon të ketë besoj një numër të lartë të automjeteve të cilat për momentin duket sikur janë të fikura, pra nuk po lëvizin fare për shkak të trafikut. Në fakt, besi u ndodhem në mes të automjeteve që janë të bllokuara në dalje të autostradës së Tiranës, pranë rrethotullimit të Bradasheshit. Në fakt, të krahasuar me më herët, ka një reduktim të radhëve të gjata të automjeteve që shkojnë drejt Elbasanit, por jo vetëm, megjithatë, për të shkuar drejt Elbasanit dijon të jetë e vështirë pasi prej orësh tashmë që prej pasdites është një situatë për e rënduar me trafikun, çka ka sjellë edhe një irritim tek qytetarët që i drejtohen në fakt të mbrojtjes së sotme Elbasanit për të shijuar aktivitetet e ditës së verës. Sikur se e shohim dhe nga pamjet e drejt për drejta, automjetet lëvizin janë të bllokuara dhe lëvizin shumë pak në fakt. Këtu ndodhemi pranë daljes së autostradës, duke qenë se në fakt është një situatë që e përsëritur ndoshta çdo pasdite, por sidomos edhe fundjavave për shkak se pas përfundimit të autostradës nga dy korsi, automjetet duhet të lëvizin në vetëm një korsi, çka e vështirëson pra lëvizjen drejt qytetit të Elbasanit. Ka qenë një situatë tepër e rënduar që prej pasdites së sotme deri në këto orë të mbrëmjes për shkak të trafikut të tepër të rënduar për të shkuar drejt qytetit të Elbasanit. Në fakt ne kemi prej disa minuta që ndodhemi këtu në autostradë dhe kemi parë sigurisht edhe shqetësimin dhe irritimin e qytetarëve që i drejtohen mbrëmjes së sotme Elbasanit, por jo vetëm edhe juglindjes për të festuar ditën e verës. Në fakt, disa qytetarë kanë zgjedhur që të Po, e vazhdojmë raportimin dhe më pas pyes. Në fakt, disa qytetarë kanë zgjedhur të përdorin edhe rrugën e vjetër të Krabës për ta pasur më të lehtë udhëtimin në drejt Elbasanit, por situata pavarësisht se disa zgjedhin një rrugë alternative, situata në autostradën Tiranë-Durrës është tepër e rënduar. Në fakt, një udhëtim që zgjat në një situatë normale të paktën vetëm 20 minuta për të ardhur nga Tirana drejt Elbasanit, që prej pasdites së sotme deri në këto orë të mbrëmjes duhet të paktën një orë për të mbërritur në qytetin e Elbasanit. Situata në këto minuta të fundit duket pak më e lehtësuar, të paktën ka një reduktim të radhëve të gjata të automjeteve, megjithatë trafiku është ende në hyrjet e Elbasanit. Ndërkohë, sa i takon përfundimit e autostradës dhe rrethotullimit që më pas duket se mund bëjnë një farë shkarkimit të trafikut. Çfarë ndodh më tutje Gerta në bazë edhe të asaj që mund shihni, se sigurisht jeni pak lart, po ndoshta keni pak sa më të qartë se ne këtu në studio për të kuptuar se nëse zhbllokohet pas rrethotullimit apo kjo situatë problematike dhe ky numër i lartë automjetesh vazhdon edhe më tutje. Në fakt, kjo situatë e rënduar pra automjeteve që lëvizin me shumë vështirësi është deri tek rrethrotullimi, më pas tek rruga hyrëse e Elbasanit ka një situatë pak më të lehtë, pra automjetet lëvizin disti, megjithatë situata këtu është tepër e rënduar pra deri tek rrethrotullimi, thuajse automjetet nuk lëvizin për minuta të tëra duke qëndruar të bllokuara. E qartë. Ndërkohë, Gerta, duhet ndalem tek një moment tjetër që ka të bëjë pikërisht edhe me nevojën për krijimin ose për ndërtimin e një mbikalimi që sipas ekspertëve dhe inxhinierëve të rrugëve është vetëm zgjedhje e një situate e cila përsëritet çdo vit, ndërsa besoj dëgjohen Gerta edhe drejtuesit e automjeteve të cilët kur shohin media kanë në një farë mënyrë një fije shpresë për të pasqyruar problematikën e tyre dhe për të treguar irritimin dhe qëndrimin e gjatë në këtë aks rrugor i cili në një kohë normale, duke marrë parasysh se nga Tirana në Elbasan nuk është më shumë se rreth 31 kilometra dhe mund të përshkruaj për rreth 30-40 minuta, por tani do duhet të kalojnë disa orë derisa të mbërrinë në destinacionin e tyre, apo jo?
Po sikur se ndiqet edhe nga pamjet e drejt për drejta, ka irritim të qytetarëve të cilët duhet të qëndrojnë për minuta të tëra në trafik, duke qenë se ne për disa minutash ndodhem në faktu dhe qytetarët shpesh na pyesin se për sa vazhdon trafiku dhe si do të zgjidhet situata, duke qenë se prej shumë minutash tashmë ndodhen të bllokuar. Në fakt një pjesë e madhe e qytetarëve janë drejtuar Elbasanit mbrëmjes së sotme për të shijuar aktivitetet festive me rastin e ditës së verës, duke qenë se Elbasani është në fakt kryeqendra e festës për 14 marsin, sepse në situata të tjera bestit, në ditë të tjera sigurisht ka trafik në këtë pikë që është një pikë kyçe e aksit të Elbasanit, por megjithatë nuk vazhdon kaq gjatë, ne jemi tashmë orash të 22:08 minuta dhe kjo situatë vazhdon që prej pasdites së sotme, ku shumë qytetarë janë drejtuar Elbasanit dhe vijojnë të drejtohen edhe në këto momente. Ndërkohë, sigurisht rruga tjetër është një rrugë alternative, por që është sidoqoftë më e gjatë dhe me një cilësi më të keqe, kam përshtypjen infrastrukturore, Gerta, kështu që besoj se nuk janë të shumtë ata që e zgjedhin pavarësisht trafikut që do duhet të qëndrojnë në autostradë dhe në aksin kryesor të shkuarjes drejt qytetit të Elbasanit. Po pikërisht është një rrugë me terren jo shumë të lehtë për të udhëtuar, sidomos edhe gjatë orëve të natës me ndriçim të kufizuar dhe sigurisht që nuk janë të shumë qytetarë që përdorin aksin e vjetër të Krabës për të drejtuar Elbasanit dhe në këto kushte fluksi i lartë i automjeteve që drejtohen Elbasanit ka sjell pra edhe këtë trafik të rënduar që duke se do të vijojë për sa kohë ne shohim që shumë automjete i drejtohen Elbasanit mbrëmjen në sotme. E qartë, ndërkohë ne jemi duke transmetuar drejt për së drejti këtë situatë me kolegën Gerta Vasku, e cila ndodhet tek autostrada pra që lidh pikërisht Tiranën me Elbasanin, ndërsa prej disa orësh tashmë ka një trafik të rënduar të automjeteve të qytetarëve të cilët duan që të shkojnë ditën e nesërme në festimet e ditës së verës në Elbasan, por kjo është një situatë e cila sonte është më e rënduar, por jo se është për herë të parë duke marrë parasysh faktin se çdo fundjavë në këtë aks rrugor për shkak të qarkullimit të madh të automjeteve, duke qenë një prej nyjeve të rëndësishme që lidh kryeqytetin me Elbasanin dhe gjithashtu edhe me juglindjen e vendit, ka një numër të lartë të automjeteve dhe të drejtuesve të tyre të cilët përballen me vështirësi dhe sigurisht me një trafik të rënduar e me një situatë të vështirë edhe nga ana e nervave për shkak se do duhet të presin me orë të tëra për një aks rrugor i cili në kushte normale përshkruhet për 30 deri në 40 minuta. Ne kemi trajtuar këtë problematikë edhe herë të tjera përveç transmetimeve të drejtë për drejta edhe në kronikat tona informative në televizionin kombëtar Klan News dhe gjithashtu edhe në TV Plan, ku shpeshherë zërat e ekspertëve apo inxhinierëve të rrugëve të zgjedhur për të folur kanë deklaruar se zgjedhja e kësaj situate mund të ishte një mbikalim i cili do të bënte të mundur që të kishte mënyra alternative lëvizse për drejtuesit e automjeteve, dhe gjithashtu edhe një shkarkim të gjithë trafikut i cili duket se nuk po gjet zgjidhje prej vitesh, pavarësisht se ndërtimi i tunelit të Krabës është një prej investimeve infrastrukturore pra që ka shkurtuar së tepërmi distancën me Tiranën drejt Elbasanit. Edhe një pyetje të fundit paktën për momentin, Gerta, sa u takon efektiveve ose po themi policëve të qarkullimit, duken ndiku ata apo është e pamundur për të ndërhyrë në këtë situatë në të cilën duket trafiku në këtë pjesë të autostradës, sepse nuk ka, po themi, mundësi të tjera nga kalojnë përveç rrugëve alternative që i përmendëm pak më herët? Në fakt, efektivet e policisë rrugore pozicionohen zakonisht pranë rreth rrotullimit për të bërë të mundur pra dhe orientimin e drejtuesve të mjeteve për të lehtësuar sadopak qarkullimin e rënduar. Megjithatë, duket se fluksi i lartë i automjeteve bën të pamundur pra edhe bën të vështirë dhe praninë efektive të policisë për të sjellë një lehtësim të situatës, duke qenë se ka një fluks tepër të lartë të automjeteve dhe janë kushtet infrastrukturore ato të cilat duket se e sjellin këtë trafik të rënduar deri në këtë orë të mbrëmjes, duke qenë se vijon pra që prej orëve të pasdites, pasi shumë qytetarë i drejtohen Elbasanit. Në fakt, pasi mbaron autostrada Tiranë-Durrës, pranë rreth rrotullimit të Bradasheshit, automjetet kanë mundësi që të zgjedhin dy rrugë alternative për të drejtuar qendrës së qytetit të Elbasanit dhe duket se dhe efektivët e policisë rrugore janë të pozicionuar pikërisht për të orientuar drejtuesit e mjeteve që të zgjedhin të paktën dy rrugë alternative për të shkuar drejt
qytetit të Elbasanit, përveç rrugës kryesore hyrëse pra të qytetit, është edhe rruga e vjetër që të mundson udhëtimin drejt të qytetit të Elbasanit. Megjithatë, trafiku vijon të jetë i rënduar deri në këtë orë të mbrëmjes. E qartë, faleminderit Gerta për momentin, për informacionet që na përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ishim me kolegen Gerta Vasku, e cila na ka sjellë të gjithë situatën e asaj që është duke ndodhur në Elbasan.